edhe ka konsultu me gjelin e vetë dhe thot inni ara fil menami enni adhbahuk fendur madhatera. O gjeli jem ka ba në ndër unë e tijet e duhet me të bo kurban qfa po thu ti. Ka thot djetarë të gjithë prindit janë të dështuar që nuk komunikojnë me fëmijët e tyre. Të gjithë prindit janë të dështuar ata të cilën gjemë të tiri i bojnë 13 vjetë dhe nuk shoqërohen me to, nuk komunikojnë me to, mirë po përdorin dhunda i tyre dhe tentojnë që i të trajtojnë si kurse 5 vjeçarë. Për këtë arsye qemë të tyre dhe fëmijët të tyre i dalin pitore, ndërsa vëllezërit të ndërson për një çështje madhore, urdhin e Allahut për të thënë në vend Ibrahimi alayhis salam, neve na dhani mësim, në mësim të shkëlqyeshëm që duhesh të komunikosh pa marrë parasysh se me çfarë çështje madhore të vogël apo të madhe komuniko me gjelin tënë, sikur të komunikosh me ta, të jesh i hapur me ta, do të kishe zgjidhje. Si që pas zgjidhe Ibrahimi a.s. me gjelin e vetë dhe vërtet e përmbisi që ta ban kurban. Mirë po Allahu ato e gjell, a që e shpëtoj Ismailin a.s. që ta gëzon zemrën e Ibrahimit, që ta gëzon zemrën e Haxherit dhe ta gëzon neve dhe në ditën e Kiametit, në këtë fest të madhe ku Allahu ato e gjell e shpaguan Ismailin me një kurban.